Një telefonat anonime trondit me historinë e dashurisë me këngëtarin e famshëm shqiptar. A ishe ti lidhja e ti e parë homoseksual? Unë jemi njohur nga menaxheri i tij. Ua, pa është idulli çdo femre. Mesazhet e fansave nxjerrin zbuluar showbizin shqiptar. Kush ka shkuar me kë? Historia ime është me një nga moderatorët në Top Channel. Ai është gay. Po që ky është i martuar, e di ti? Oho, njerëzit kanë fantazi të çmendura seksuale. Futbollistët e kombëtarës shqiptare na ka ardhur neve këtu në mesazhe. Shumë histori të padëgjuara do të zbulohen në këtë episod të WTF Show. Që ke bërë nuze për shtëpi sot. Po si do t'i japun provat e mia? Ja bëre. Më shohin. Ju kam sill çaj. Okej. Që ka nxehet. Edhe një gotë nustja ime. Po ti që ke bërë rob me u të falë zoti. Wow. Tani, çaji ka një shprehje angleze që thon spill the tea. Po e diti pse të kam sjell çajun? Pse ju kam sjell çaj? Hajher. Çaj është ky më çaj. Çaj Që ka e mirë. ke. Çaj mali më nëna ime. Çaj mali? Që ne të merremi me thashë themet e dynjas. Kam gjithë të bëjmë si mal edhe ne. A i keni parë mesazhet që na kanë ardhur në inbox? Ça mesazhe. Si mund të rrinim ne pa folur për ato mesazhe, për ato histori? Shiko, dashuria është një ndjenjë shumë sublime. Po, kështu e Do nisi thoshte ti. ChatGPT. Se ti s'na bëj kurrë këtë gjë. Por po, dashuria është. mes personazheve të njohur është pak Intriguese, sepse të gjithë kanë interes. Që Hirusha bie dashuri me princin dhe ne njerëz të thjeshtë që bien dashuri me vipat. Po, pse ka qenë një vip që kanë Georgina Rodriguez, si ajo. Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo, kështu atë lloj vibe. Por siç u tham, na kanë ardhur disa mesazhe, disa histori, të cilat ishin pak kështu rrënqese, tronditëse, por përpara se ne të kalojmë dhe të lexojmë disa nga këto mesazhe të cilat janë totalisht anonime, unë dua t'ju them që të gjitha këto mesazhe ose histori janë histori të cilat na kanë ardhur në inboxin tonë. Nuk e dim nëse këto janë të vërteta ose jo, ose njerëzit kanë qenë duke gënjur apo kanë thënë të vërtetën. Ne thjesht po i lexojmë dhe siç e dini, ne distancohemi nga çdo deklarat ose nga çdo e thënë e bërë që mund të jetë në mes i detit tërë, siç e thon. Kështu që Ta gjykojnë vetë mo njerëzit, a duan me i besu, as duan me i besu, shumë e thjeshtë është. E vërtet. Tani, historia e parë ka ardhur për një reper shumë të njohur. sa bukur e nisi. Këto me reper janë shumë të rënda. Këto shesin po letesh. Këta reperat nuk e di, po kanë ca fantazi të çmendura. Kanë fantazi për këta. Përshëndetje njerëz. Atëherë urime për emisionin që vazhdoni dhe në çdo episod bëhet më interesant. Mirë që ka thënë vazhdoni, pastaj do thoshte emisionin që keni nisur. What the fuck? My favorite show in Australia. Bravo. Ty do ta themi emrin. Edhe këtë. Anyway, thot, unë jam një vajzë dhe të them të drejtën nuk e kam problem të bëj one night stand. Por në një lokal, rastisa me filanin, dhe thot që kam patur marrëdhënie seksuale me të, i cili kishte një fetish për këmbët, por në marrëdhënie ishte goxha i egër. Fetish për këmbët, për gjithë ju që se kuptoni, janë këto fiksimet me këmbët. Pra, dikush që pëlqen qafën, gjoksin, belin, dikush pëlqen këmbët, çuditërisht. Shkuan në të njëjtën natë në hotel, pra ajo motra kishte sandalet pucët edhe ai ndërkohë me atletët. I shiko, se është gjë e ndryshme të kërkosh, pra ti pëlqesh këmbët partneres dhe është gjë tjetër, pra ai ka kërkuar Një vajzë kujdo që ajo të bëj diçka te këmbët e tij. Se kështu ishte mesazhi, pra nuk është se i pëlqente ky këmbët e saj. Ai ma do atletë tërditën, pero. Ai mbas i koncerti. Shiko, është pak e shpifur. Se ti e vajzë, për shembull. Është pak e shpifur, tani ti është kështu disgusting, se s'du të bëjmë anglisht folse si kolegu përballë, po janë ca fjalë që shqip lezetojnë kur thua. Iu.
Ti nuk do pranoj nëse i dashur jo do të thoshte që diçka me këmbë. Ata sa kanë ikur, okay, mbase i ka thënë më përpara që të lutem, shkoj çik në banjo, laj çik këmbën. U them të ndrojmë temë se muhabeti Mas jemi dhe pangrë. Një tjetër histori në fakt ka ardhur në inboxin ton dhe është një histori shumë tronditse, të cilën unë do jem shumë i kujdesshëm se si do e lexoj sepse nuk dua që të kuptohet se për kë bëhet fjalë. Patjetër. Hey andale, historia ime është me një nga moderatorët në Top Channel. Atëherë, ai është gay, por lidhja jon ka shkuar shumë mirë derisa ai bëhet pjesë në një reality show aty. Më thotë që është lidhur me një nga pjesëtarët e atij reality show me një djalë. Dhe se do që të ndahet nga unë e përballoj shumë keq, qaj dhe kështu vendos t'i shkruaj këtij personi. Pra, deri tani e kuptoni, ky ka qenë pjesë e një reality show si opinionist në Top Channel, ndërkohë që ka qenë i lidhur me një djalë jashtë. Më pas, brenda këtij reality show ka njohur një djalë tjetër dhe në farë mënyre ka kërkuar të ndahet nga ky që kishte jashtë për të lidhur me këtë të reality show-t. Po se qeni në vitëm dhe këtë Dhe detaj tjetër është detaj akoma më i rëndë. Unë i shkruaj këtij të reality show tot ky djali që ai është imi, mos guxo të lidhesh me të. Dhe ai më thot, po ky filani është dashuru me mu. Ç'a të bëj që kjo imja i pëlqen më shumë se ajo. E di, gjithmonë është pula e komshiu, që është më e mirë se pula e vet. Dhe thot, ky personi është tradhtar, thot nxirreni emrin, është i neveritshëm, por ne normal që s'do nxjerrim. Jo më do s'ne plotësojmë dëshira. Atëherë, unë realisht jam shokuar kur e lexova këtë historinë, sepse përveç se është tradhtar, se ka tradhtuar këtë djalin që ishte konkurrent aty. Nuk ta quajmë tradhti sepse thot i ka kërkuar të ndahet se i ka pëlqyer, nuk e di ma ka bërë gjë me atë tjetrin apo jo. Po që ky është i martuar, e di ti? Po. Oho, ky ka ti e di që ky do me thënë, ky ka tradhtuar personin që është në martesë, më pas ka tradhtuar personin që e ka të dashur. Ua, double. Pra janë tre persona që ky dy nga këta tre persona i ka tradhtuar. Ka tradhtuar tre fish. Zeza mojnën. Po mirë, se edhe kjo që ka njohur në reality show mund ta ketë tradhtuar me ndonjë që punon mbas kamerave. E po, jo ka tradhtuar dhe me atë që hap traum, thua me të shikot ky. Gjithsesi, ndoshta kjo mund të jetë një histori fake që është shpikur për ti prish punë këtij personi, ne nuk e dim sa e vërtetë është kjo historia. A mund të them unë diçka se dua shumë ta them. Dua shumë të them që këto historitë mund të jenë edhe fake. Pse? Sepse njerëzit kanë fantazi të çmendura seksuale. Po ai nuk ka diçka seksuale në rastin e reperit që ishte seksuale. Po mirë, dakord se edhe shpikin njerëzit. E vërtet. E di që unë jam dakord. E di se ka shumë për shembull edhe vajza, po edhe Po, dëgjoj, ka njerëz që mashtrimin e kanë sëmundje dhe ndonjëherë janë mbushin vetes mendjen që kjo gjë ka ndodhur, pra ata gënjejnë veten rreth para, atyre i duket e vërtet. E vërtet. Mund të ketë patjetër pse mos ketë. Atëherë, dilja një periudhë kohe me filanin, i cili është një ish banor i Big Brother Albania, dhe është edhe këngëtar, derisa kuptova që ai flirtonte paralelisht me një çun. Dhe me Alamet Çuni. Sepse në fakt për këtë kanë dalë zëra që ka qenë në lidhje me një personazh tjetër shumë të njohur. Po që zërat nuk janë konfirmuar asnjëherë. Unë mërzitem shumë se unë si vajzë. Mërzitesh për njerëzit që kanë lidhje paralele. Apo do dhe ti si vajzë të kesh lidhje. Unë si vajzë kam kështu, më pëlqejnë meshkujt që janë të bukur, të kurar që e mbajnë veten. Pëlqejnë shëmtirat. E mbajnë veten. Edhe pastaj lexoj këto mesazhe dhe them mos, Fatos, Dhe mirë se nuk e di me siguri. Shiko, po përveç këngëtarëve, ka dhe fusha të tjera që mund të kenë kështu tradhtira, sidomos futbollistët. Futbollistët janë shumë të komentuar dhe një ndër futbollistët e kombëtarës shqiptare na ka ardhur neve këtu në mesazhe anonime. Çka ka bërë ky tani? Mua të më thuash emrin Plaça, unë po e njoh. Por mua anonim gelet ai si me si pa emër të maj mortja. X filan, XY filan, gjeni hipotenuzën. Ekuacion.
X futbollisti kombëtares shqiptare në ver më ka shkruar në Instagram, pastaj nuk ja vara shumë dhe i bëri unsend. Ky nuk është Dhe- tradhti, ai Jo, është single. është i martuar. Ky me? Është i martuar. Ky mirë. filani fisteku Y. Hajde, Me se ndoshta, ku di unë, do të pyeteshe për Calçe, do kishin Tani se s'duam të fusim futbollistët e kombëtares në sherr me gratë. Jo, ne do i fusim me sherr se personazhi i radhës gjithashtu është i martuar lumturisht madje. Futbollist? Në histori romantike s'është thot kjo vajza, po që filani më ka shkruar në Instagram fillimisht, pastaj në Snap dhe më çonte striks në cilin hotel ishte që të shkoja ta takoja. Dhe vajza e ka lënë mister që a ka vajt apo jo. Unë mendoj që nuk ka si Me sa bast, ka shkuar apo jo? Nuk ka Unë shkuar. Unë them ka shkuar. Unë them ka shkuar. Nuk ka shkuar. E di pse s'ka shkuar, se do kishte treguar dhe detaje më shumë nëse do kishte. Po ndoshta shkuar. ishte Do thoshte, zhgënjyer. Si ishte, më pëlqeu. Ky djali është i lidhur me një vajzë dhe janë shumë të lumtur bashkë, duken shumë të dashuruar dhe në Instagram shfaqen shumë të Qa lumtur. lidhur, more? Martuar. Hajde me fëmijë, çfarë? Hajde, nëse kalojmë tek tjetra. Atëherë një person thot, kam dalë në date me këtë këngëtaren e famshme dhe thonë që është shumë materialiste dhe don të jetë komode. Shiko Kostian, kjo ka Po çfarë ka trupin, kjo artistja ka trupin një ndër trupat më të bukur të estradës tonë dhe Si puna ime. Jo si puna jote. I ka të duhur ato Shika, kërkesa. Po, mos se kjo s'është ndonjë gjë që në që detin duhet e të parë të tregosh që ty të pëlqen ana materiale dhe do kesh një jetë komode, okay, se mbas ajo i ka synimet e qarta, po. Ndoshta ajo se ka treguar tani, kroç, po ai e këto ka s'janë as kuptuar. kalamat, E si s'ka kleçme 21 është. vjeç, merr me dashuri, s'ka kohë për të humbur. Nejse mua më duket sot më pas ka trokitur fati në derë me futbollistët e kombëtares, sepse mesazhi tjetër thot: kam dalë me disa futbollistë të kombëtares që janë të martuar, janë shumë zemërgjër dhe të mbajnë mirë me lek. Pra një goal tani- found me. Po ideja është Nëse tani kjo ngeli keq për lek, dini ku të adresoheni. Tani kjo vajza, si duket ka dalë me të parin, që ka okay, ka dalë me dytin, ka dalë me tretin. I ka marrë në studim si ato që marrin 1000 veta për studim për të nxjerrë në konkluzion. Jo, po, Bashkë me ata rezervë kush e di sa vete. shiko, po interesante që i kemi çunat e kombëtares kaq zemërgjër. Zemërgjër dhe gati tu për aksion. Bravo, po nëse mbase paguen mirë prandaj. Pra vazhdoj Kanë që lek. këta i marrin për kalçeto, po ju thoni çfarë të doni. Tani mesazhi i radhës që na ka ardhur është një thashë them që përflitet kudo në Tiranë. Ky këngëtari mbahet si martuar, thot, vetëm se më ka gacmuar mua dhe kushërirën time në një koncert këtu në Athinë, më çoi kamarierin të merrte numrin tim. Dhe kjo është me pakta që ne kemi dëgjuar për këtë këngëtar. Kështu nisin gjithmonë këta. Kështu, çoj Unë jam me këtë kamarieri. tani. Ju thatë që shumica dhe mund të shpikin, po unë jam me këtë. Kur ka shumë zëra dhe shumë fjalë për X Nga persona të person, ndryshme, po. mund të jetë diçka e vërtet. Sepse vërtet. për këtë këngëtarin na kanë ardhur disa histori Këtë do thoja, na kanë ardhur disa histori dhe fakti që okay, mund ta ketë shkuar dhe i njëjti person, po kemi dëgjuar lart e poshtë, kështu që Po ke dëgjuar, është Ku ka zë, s'është pa gjë. E vërtet, e Okej. vërtet. Kalojmë te tjetra. Ha, thot vdisha, jemi puthur një herë te klipi i filan këngëtari, ua sa mirë puthte kafsha, ha, keq më erdhi që s'u shtrim një herë. Po pse me modrës në doli që u shtrite në klip ti, duhet të shtrihesh akoma. Ka të qenë klipi në unë këmbë. kur e kam parë këtë këngëtarin. Okay, më fal. Live, ke parë për live? herë të parë, kam qenë e vogël dhe isha fanse e madhe atij atëherë se ai ishte në bumin e vet. Tani sikur ka rënë pak. Ka rënë pak. 19. Oh, është aq i Super, gjatë. është shumë i gjatë, super yll, i bukur, s'ka fare, jo e shkreta, që thot sa i natë më vjen, po. Moj, mos ke qenë ti, kjo, tipja e klipit. Edhe mund. Betohem në Zot, Jo, mbi librat më të shenjtë që nuk kam qenë. Që nuk besoj që të Besoj ketë. që O, ajo marrësh kënga të- do të jetë të kurrë Do nëse do marrësh ishte kjo. të ligat, që të dy, Vërtet. që të dy kaq. Nëse vazhdojmë me mesazhin tjetër se ky ishte shumë pikant. Hama. Një personazh shumë i njohur publik, i cili ka qenë në një lidhje me një vajzë po aq të njohur në publik, Okej. ishte në dërmi, thot. Flirtuam pak bashk, sepse ai sapo ishte ndar nga ajo. Më qerasi tek bari dhe më duket se kur u çua, u duk sikur më pëlqeu shumë. Pra, po nën kupton që Më va- u eksitua.
Shiko, pas ndarjes. Nuk di as si ta thoja ndryshe. Pas Oj ndarjes. moter, qa kishte e pia, oj moter e nene se vetë. E besoni juve këtë? Unë e besoj sepse ky djali është shumë Don Juan, shumë vajza e pëlqejnë, sidomos viteve të fundit pas një eksperiencë që ka patur. Të që ras është tjetrën me pije, pa Por, me që jemi këtu te këto gjëra dhe një mesazh të fundit. Ky filani që është banori Big Brother VIP 5, pra i këtij edicioni, më ka ngacmuar një herë kur jemi taku pas i koncerti, më puthi në faqe edhe shkel syrin kështu. Po mirë se më faqe e ka puthur. Pra me gjitha këto histori Shika. Në faqe? Pa tjetër që është flirtime para punës dhe e dyta sot përveç gjysheve. e dyta e punës, Nëse ka puth shumë afër buzës, e dyta e punës, ai personazh unë e kam qelluar shpesh herë në jetën e natës. Edhe në këtë. Unë e kam qelluar dhe e kam Pas parë. ka qenë misi. Misi me account fake. Dëgjoni po ju them një kështu, thashë them ekskluziv. E kam parë disa herë në jetën e natës në Tiranë dhe të gjitha herët që e kam parë me nga një vajzë të ndryshëm, nga një gocë të ndryshme. çfarë bënte kërcente, flitonte? Kërcente, përqafohe, njërën e puste, tjetrën se puste, kështu që është i çiki lëvizur. Dhe është i martuar, by the way, me qëra fjala. Nuk di gjënën ajote për këto punë. Nuk merrem unë me këto O, me punë. misi, pas ka qenë të mërshme me. Dani ti fatos dhe që a ishte mesazhi i fundit. Po i fundit, kështu e Ja, kishin jo, Pse ka ardhur gjë sepse tjetër? ka ardhur një mesazh anonim për ty. Për mua! Qa kam bërë? Qa ke bërë o i uruar, qa ke bërë? Lexoje. Jeta ime private, shumë private. Të gjitha këto zerohen komplet në krahasim me këtë çka ka ardhur. Që ta dish. Qa është? Pash fatosin, shaka. Mos e thuj pash moderatorin e njohur në Andale, që mos të zbulojmë. Pa. Atëre thot, bëra foto me disa të Andales tek Deli Orgji dhe kur i fola fatosit, ai s'foli dhe s'bëra foto. Po që tashi ty të pas kanë hypur fasulet, fatos? Nuk e pranoj këtë. Për mua kjo është shumë e rëndë. Ja, të kujtohet që ja kemi qenë kamera, bashkë. ja Atë, sheshi, ja Ka Mejdani. qenë një ditë me shi, ne kemi xhiruar diçka në atë zonë dhe kemi porositur taksin për të ardhur sërish në vilë. Ajo ditë ka qenë një ditë shumë e ngarkuar që unë kisha për të bërë montazhin e WTF-s që të lash dhe ty në montazh. Mos u justifiko Ja, kot. ja. Justifiko. Hajde. Dhe unë erdhi taksia dhe i ka në shi, isha pa çadër dhe shoh mira. Aldin që i flet disa njerëzve dhe i thot, "Po, hajde bëjmë foto." Dhe unë në asnjë moment nuk dëgjoj emrin tim të thërritet. Sepse ishte një foto grupi. E fatos, kur e bëre të pëlqeu, Kur e bëre, maje ja, tash. në mënyrë. Maje. Unë kam pas një të afërm që zakonisht kur më vinin njerëz për të bërë foto thoshte po thuaj që si e mirë mos i bë. Dhe unë kam thënë që jo, i dua shumë dhe do Oh my bëj gjithmonë God, our foto. Kylie Justifikime. Ka seriozisht? Justifikime. Mos i thini këtë thashë dhe me të gjithë ju që kam bërë foto, dërgoni fotot këtu në komente. Nëse bëj një foto me vajzën ose djalin. Jo, seriozisht, ju dua të gjithëve. Gënjen. Dhe Nejse. nuk i quaj as fan, se janë Fatos, thjesht dashamirë. largohemi se s'është ky momenti yt, është momenti i VIP-ave. Pasi u morëm me mesazhet anonime, lexuam çfarë nuk na lexuan këto dy syt. Unë duhet të mbledh veten akoma se jam i ciklu. Siç e tham dhe në fillim programit Misi, sot Do kemi kemi një telefonat. Dhe në fakt telefonata vjen pikërisht për shkak të një mesazhi që ne na kishte mbërritur në inboxin e Instagramit ton në WTF Show by Andale dhe historia në fakt ishte shumë e fortë. Ishte aq interesante sa që ne i shkruajtëm djalit në fjalë që ne do ta quajmë Toni, do të thënë Toni. dhe i shkruajtëm nëse mund të na jepte më shumë detaje dhe në qoftë se ishte e mundur që ne të bënim një telefonat anonime ku dhe zëri i tij do ndryshohej për arsye që mos të Privatësie, bëhet publike, patjetër, po dhe për emri i personit tjetër nuk do ta Do bëjmë të jetë publik, do jetë absolutisht, sepse pavarësisht se ne do ta kryejmë telefonatën me telefonuesin, ne nuk e dim nëse kjo histori është e vërtetë apo jo. Ne thjesht vendosëm që kësaj historie të shkojmë pak më thellë për të ditur pak më shumë. Por gjithsesi ne distancohemi dhe nuk e pohojmë Nuk që vëmë dorën në zjarr që kjo zjarri histori që është e kjo vërtetë. histori është e vërtetë. Kemi thjesht një rrëfye si do rrëfej historinë e tij të Po, dashurisë. bëjmë 10.000 hapa pas që me atë rast dhe Kostiani të dobësohet dhe tërhiqemi. Absolutisht jemi gati ta dëgjojmë. Regjia e kemi në linjë Tonin. Toni, a na dëgjon? Alo? Toni? Po, si jeni? Zëri im për shembull, Si jeni? Më dëgjoni? Po, të dëgjojmë. Mirë se erdhe në dëgjoni, si WTF. jeni? Përshëndetje Toni, So, si je?
Përshëndetje, si ju kam juve mirë? Mirë. Mirë, shumë faleminderit, mirë që more guximin edhe pse anonim, por përsëri është diçka goxha e vështirë të ndash një histori personale siç ke pasur dhe ti me një personazh të njohur. E vërtet. Shumë faleminderit juve herë për pranimin. Mendoj se s'do e merri parasysh të episodit. Jo, në fakt Tani unë be. Në Po, fakt, thon. për ta besuar nuk e di, por le ti marrim gjërat me radhë. Le ti marrim Si gjërat me si radhë. jeni njohur ju me personin në fjalë? Tani unë më njoh nga menaxheri i tij. Oh. Okej. Unë jam kushëri i parë i menaxherit, edhe ne kemi shkuar në një darkë bashkë të tre, bashkë me persona të tjerë, edhe aty kemi shkëmbyer numrat. Ha, po si, ishte Po. me shikim, e shkëmbyet në shikim. Qa Po, porositët kush pagoj, këto i flasim më vonë. Tani mua më pëlqeu shumë edhe kur e pas normal, që përse gjira gocave, por që nuk mendova në asnjë moment që kishte të njëjtin interes, sa i kërkoi numrin e menaxherit. Dhe pastaj kyllum vetëm duke dalë bashkë. Po cili ishte mesazhi i parë? Kush e shkroi mesazhin e parë? Çfarë ndodhi aty në atë? Po ai fa tjetër ai. Qa të shkruaj ti, Toni? Ai thjesht më shkruajti një përshëndetje, kupto që thjesht prezantoi që tregonte që ishte numri i tij. Pra ju thjesht keni biseduar si dy njerëz normal, domethënë, nuk ishte asgjë. Jo, në fillim, e çuditshme. ai e dinte, ai e kuptoi, domethënë, e kuptoi pak a shumë që, domethënë, unë kisha interes për të, kështu që thjesht në fshehtësi, por që më komunikoi dhe më kontaktoi tamam. Po si Për të më marrë numrin. si ishte ky këngëtar si një i dashur, se ne e njohim vetëm nga skena, nga muzika, Edhe s'dim nga shumë nga jeta e koncertet. ti personale, me të Domethënë, drejtë. si mendoje ti që ishte dhe si të doli? Po. Tani edhe në dukje edhe mua, po edhe njerëzve në përgjithësi, duke si njeri i trash, duke si njeri i pa I dot. trash. Po duke si njeri Fizikisht apo në mendje? Nuk mbush shumë, a kupto. Pak si supervisor, po sinqerisht ishte komplet e kundërta. Si ishte në marrëdhënie me Ishte ty? njeri, Si vazhdoi lidhja Ishte- juaj? ishte jashtëzakonisht i mirë, ishte shumë i sjellshëm, shumë i dashur, më ka llastuar pafund, Çfarë të ka, sinqerisht, pikërisht, me çfarë të ka llastuar specifikisht? më ka çuar me pushime. Oh, Më ka plotësuar një ëndër shumë të madhe timen që të shkruajti një koncert i një këngëtare shumë të famshme botrore, që unë vdes për atë. Okej. Me pushime më ka bler pafund gjëra, edhe unë i kam bler dhe aty, por gjithsesi ai më ka mbajtur si princesë të drejtë. Mbajtur si Po princesë. a nuk kishit frikë se mos marrëdhënia juaj zbulohej për sa ai është personazh shumë i njohur publik? Po, patjetër, normalisht që kishim të frikën dhe normalisht që kujdeseshin, por që menaxheri i tij e dinte. E dinte dhe nuk e kishte problem, do të thënë kushërini im që ishte menaxheri i tij nuk e kishte problem, po puna ishte që ai nuk do të bëhej publike sepse fansat e tij që janë më shumë femra, Okej. do ikte, nuk do merre mirë, zgjuatini mentalitetin e keq që ne kemi në Do Shqipëri. ndikonte kupton? në Toni. karrierë. po. Toni, Po, unë doja do kuptoj, të pyesja, po. ku takoheshit ju të dy? Ti me këtë këngëtarin e famshëm. Tani ne takoheshim në shtëpia që ai merrte. Në shtëpia që e merrte. Shtëpi që kishte pronë ai, domethënë. Pra nuk dilni në ambiente Nisu publike, sekret. domosdoshmë. Dhe një pyetje që më lindi, sa kohë zgjati lidhja juaj? Pra ishte një lidhje serioze, ishte një fling veror, si ishte? Jo, ishte goxha serioze dhe ka zgjatur kjo 3 vite. 3 vite. Sa Wow. shumë. Po përse u ndat? Para u them që në dukje duket shumë njërin që nuk është i tillë ose supervisor e tjerë që është bën jetë të shfrenuar me femra e tjerë, po do është sinqerisht shumë njëri i dashur. Po përse u ndat? Çfarë ndodhi? Se pas ka qenë goxha serioze. Tani familja e tij e mori vesh nga po u mor vesh edhe nga kjo se nuk ishte faj as si imi as si ati nuk donin të ndashin për drejtën. Por që kur e mori vesh familja e tij ai u stet, filloi të fiste më ftohtë, nuk takoheshin më shpesh. E siç ishte për mos e ecën u më shumë, në të ashtu nda marrëdhënia ashtu iko. Pra, në një farë mënyre nuk është se erdhi ndarja nga ju të dy, nga mungesa e dashurisë ose nga konfliktet. Ne sinqerisht duheshim shumë, por që nga familja e tij dhe nga fakti që është njëri publik, shumë i famshëm, karriera e tij dhe ndikoi më saktë familja. Po, a ishe ti lidhja e ti e parë homoseksuale në djenin tënde, apo ka qenë i lidhur dhe me persona të tjerë më parë? Jo. Tani që gjithë marrëdhënies duke në 3 vite e kupton shumë personin.
Edhe të gjithë gjërat që ai bënte ishin në vërtet gjëra që në dukeshin që ai kishte bërë përpara, kupton? Pra kishte eksperiencë. Po. Kishte eksperiencë me tjenë të tjerë, më thë ka pasur lidhje me tjenë të tjerë. Dhe gjatë marrëdhënies ka marrë vesh që ai mund të ketë pasur një lidhje me një këngëtar të famshëm si ai. Vërtet? Po. Ata ka thënë ai në bisede sipër apo e ke kuptuar ti? Po, ma ka thënë. E kam kuptuar edhe me përpara, po pastaj ma tha dhe ai. Po kush ishte ky këngëtar i famshëm? Jo! Seriozisht? Ua, pa ish Po. idulli çdo femre. Mos jepni më detaje të tjera. Toni, faleminderit për gjithë eksperiencën që na dhe. Toni, je sigur Para se ta nuk të mbyllni, te apo? para se ta mbyllni, më lejoni thjesht të them që sinqerisht ai ishte një super njeri, super djalë, sinqerisht unë kam vazhduar me jetën time. Por sinqerisht ju uroj më të mirat e Zotit edhe në botë që e ti në karrierë. Ti tani je në lidhje apo po qan akoma për atë? Po unë ka vazhduar jetën time dhe jam në lidhje tjetër. Po ai e ka vazhduar jetën e tij ai apo s'di gjë? Atë nuk e di, por që nëse ka vazhduar ju uroj më të mirat. Okej, Toni, Faleminderit, kur të Faleminderit. lidhesh me një Faleminderit këngëtar juve. tjetër, hajde na e thuaj prap, okej? Na e fjalën? Mirë pauzë, mirë pauzë. Pafshi. Faleminderit. Për gjithë ju nuk quhet Toni, domethënë thjesht ishte emri që ne i vendosëm për të ruajtur anonimatin. Nuk e di. Okej. Edhe s'dua ti besoj kësaj historisë. Unë edhe i besoj, edhe i besoj. Nuk dua ta besoj vedoj shumë. në zjarr. Është e fortë. Ndoshta si besoj për lidhjen me këtë këngëtarin tjetër, po që ka pas diçka Shiko, me këtë janë dy emra shumë të 3 vite pse? njohur të muzikës shqiptare dhe aq më tepër është e vërtet ajo që tha dhe Toni, sidomos i pari është figurë që e duan shumë vajzat. Ricky Martin e ka ndash shumë vajzat, por ja kur doli, nuk e di. Still, nuk e di. Nëse Kostian bëj disclaimerin tënd shpirt se Po tani ne tham që edhe unë vet jam skeptik sepse ne nuk e dim se sa e vërtet është kjo histori. Normalisht ne mund të marrim çdo lloj personi dhe të thojë çfarë lloj gjëje për çdo, por në fund të ditës kjo mbetet e pavërtetuar, ishte thjesht një histori, një rrëfim. Dhe ne nuk jemi Dhe ne investigues nuk që kemi të dim si ta investigues. vërtetojmë, kështu Po, që marrim kështu përbas fjalën e e vërtet, Tonit. po dua të them dhe diçka të fundit përpara se ta mbyllim. Ka shumë histori këngëtarësh dhe vajzash në showbiz që kanë preferenca të tjera seksuale. Dhe Kjo që nuk i është di, gjere, i nuk di, është po nuk gjere. thuhen publikisht, kështu që Absolutisht. E di Dhe nuk edhe- besoj që do thuhen E di ndonjëherë. klika e televizionit. E di ai ka kështu. ai ka në fjalë. Por që ne jemi këtu dhe do jemi si çdo javë për të komentuar Ajkën dhe ato që është në fundin Dhe e lidhje të kazanit. tjera. Na ndiqni si gjithmonë çdo të Çdo të premte ora premte. 8:00. Të premte, gëzuar me çaj Me njerëz. çaj. Do ju sillim dhe Gaz. kështu episode të tjera me çaj, gëzuar zemrat e mia. Gëzuar, tani pa gëzuar. hajde. Na ndiqni sepse për çdo gjë Themi what the fuck? pafshim. Ándale.